Është mbajtur sot tryeza e parë e konsultimeve për kodin e ri penal, ku të pranishëm kanë qenë kreu i SPAK Altin Dumani, drejtuesit e sistemit gjyqësor dhe drejtësisë, si dhe vetë ministri i drejtësisë Besford Lamallari. Kryetari i gjykatës së lartë Sokol Sadushi tha se drafti aktual, megjithse voluminoz dhe me risi, mbetet i paqartë dhe rrezikon që ta bëjë më të vështirë sistemin penal. Mungon dokumenti orientues që përcakton filozofinë e re të drejtësisë penale. Konsultimi institucional ka qenë i kufizuar dhe i pjesshëm, si pasojë projekti mbetet i paqartë në disa pjesë, duke rrezikuar që në vend që të thjeshtojë sistemin penal, ta bëjë më të vështirë në zbatim. Kreu i gjykatës së lartë ka bërë komente dhe propozime konkrete, duke ja përcjellë Ministrisë së Drejtësisë. Nga ana tjetër, ministri i Drejtësisë Besford Lamallari tha se kodi i ri vjen në përmbushje të detyrimeve të Shqipërisë në procesin e negociatave me Bashkimin Evropian. Duam një kod që reflekton drejtësinë që kërkojmë si shoqëri, një drejtësi që garanton sigurinë juridike për afrimin dhe integrimin me ligje dhe standard me Bashkimin Evropian. Projekt ligji për kodin e ri penal u hodh për konsultim publik me 27 gusht nga Ministria e Drejtësisë. Më 4 shtator, nisi cikli dëgjesave publike për draftin, ndërsa pritet që në total të mbahen 25 tryeza diskutimi. Kodi penal aktualisht është miratuar në vitin 1995 dhe që prej asaj periudhe ka psuar 32 ndërhyrje, nga të cilat 23 ndërhyrje legjislative dhe 9 ndërhyrje me vendime të gjykatës kushtetuese.